Këshilla e parë, Ramazan, thot bëje mes teje dhe Allahut një vepër të msheft që askush nuk e di pos ti. Pra Ramazani e ka shpërblimin e veçantë të Zotit se është i msheft. Prandaj edhe Zoti ka mshef shpërblimin e Ramazanit. Njëjtë na duhet ta bëjmë një vepër në Ramazan, qoftë sadak për ditë, qoftë një herë, marrët shikim i ranët, qoftë dua të msheft, qoftë një adhurim caktuar, 2 rekat namaz, që s'ka mi ditë as djali, as vajza, as baba, as nana, as bashortja. Përderisa Ramazani është ibadet i msheft, mrena këtij ibadetit msheft, edhe një ibadet tjetër të fshehur ta bëjmë 30 ditë me ran, secili le të vendos prej sot çka ka më bë, që le të jetë për ditën e Kiametit surprizë mes ti edhe Allahut. Por për me bë vepra të mshefta që si di askush, duhet besimtari shumë me qenë i lidhur me Allahun e lartësuar, edhe me pas bindje në shpërblimin e tij. Pra nga sot vendas me e bë një vepër të msheft, nëse mund është çdo ditë apo çdo natë Ramazanit, deri të kryet edhe askush mos më marr vesh, deri në vdekje, pos teje edhe Allahut.